Merxha i Fes, Ajatullahu i Madh, Said Muhammad Ali El Alewi El Gjergjani. Allahu i madhëruar thot: O ju që keni besuar, hyni të gjithë në paqe dhe mos i shkoni gjurmëve të djallit, se ai është armiku juaj i përbetuar. Mesazhi i Islamit bazohet tek arsyeja dhe dialogu. Ai përforcon braktisjen e çdo mosmarrveshje, përçarje dhe akuzimi në çdo kohë. Allahu i madhëruar thot në librin e tij: të keqen ktheje në të mirë dhe mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut, në mënyrë që ata të mos shajnë Allahun armiqësisht nga padia. Në ditët e sotme, shohim se planet e armiqve synojnë Islamin, fjalën e Allahut, për të fshirë të gjitha mesazhet qiellore dhe për të vendosur qeverisjen e djallit në tokë. Nuk duhet të ecim në rrugën që i siguron interesin kolonializimit global dhe sionizmit botror, duke këmbgulur në mosmarrveshjet, në mospajtimet dhe duke krijuar atmosfera armiqësore. Të gjitha grupet islame duhet të jetojnë në paqe, të gjithë duhet të bashkohen përballë armikut të përbashkët, ashtu siç ishin muslimanët në të shkuarën, ku grupet e ndryshme islame jetonin së bashku, me respekt dhe paqe, edhe pse çdo grup kishte besimin e tij të posaçëm. Mes tyre zhvilloheshin diskutime logjike dhe tubime dialogu. Ajo që veprojnë heretikët, të cilët përhapin me argumente të ndryshme dhe që urrejnë medhebet islame, veçanërisht të shijat, në vende të ndryshme si në Pakistan, Afganistan, Irak, Siri, Indonezi, janë të papranueshme. Të gjitha këto janë të dënueshme. Me këto vepra që bëjnë, ata vetëm sa gëzojnë dhe lumturojnë armiqtë e Islamit. Në të vërtetë, ata lëvizin sipas hartës që ka vizatuar kolonializmi global dhe kundërshtojnë qartë Kuranin e shenjtë, i cili thotë: mos i merrni miq, jo besimtarët. Ata i konsiderojnë sionistët miq dhe veprojnë kundër shijave në bashkëpunim me ta. E lutim Allahun e madhëruar që ta mbrojë shoqërinë islame nga përçarja dhe armiqësia.